Në Universitetin Nana Tereza në Shkup, gjatë ditës së sotme është zhvilluar ceremonia e inaugurimit të rektorit të saposgjedhur Bekim Fetaj, nga ku bartja e funksionit të rektorit u bë nga rektori i deritanishëm Izet Zeqiri. Gjatë dorëzimit të funksionit, Zeqiri theksoi rëndësinë e pozitës së rektorit, si dhe sfidat dhe arritjet e tij si rektor ndër vite. Tutje, ai falenderoi Odën Ekonomike Veri Perëndimore, Fondacionin Aksis, si dhe kryetaren e komunës së Shkupit për përkrahjen e të gjitha investimeve. Projekti i famshëm 2017 i kampusit thuj se nuk ishte gjallë. Iniciuam aneks kontratën, realizuam projektin në vlerë 60 milion euro, ku 50% e projektit së shpejti do të hapet tenderi, do të fillon me 34,5 milion euro që e vërtetoi edhe ministresha. Unë të nuk ishte donacione. Fal lidhjeve dhe besimit që kishim me partnerët dhe me komunitetin e biznesit, realizuam mbi 300.000 euro donacione për të ndërtuar dhe renovuar të gjitha këto objekte përcjellëse të cilat i kemi këtu. Ndërkaq, rektori i saposgjedhur Bekim Fetaj pranoi këtë post me mjaft entuziazëm dhe plot përkushtim, nga ku shprehet se misioni i tij është që të krijojë valë të ndryshimit pozitiv përmes arsimit, që të kalon kufijt ton, kulturën, nacionalitetet dhe rrethina të ndryshme akademike dhe shkencore. Kjo do të jetë një periudhë mjaft me rëndësi për universitetin dhe ndjem, domethënë, një nder që na është dhënë, domethënë të udhëheqim një institucion aq të arsimit të lartë me aq rëndësi. Kemi parë shumë pika, do të veçoj vetëm disa për tyre, më me rëndësi, domethënë, rritja dhe kvaliteti i edukimit, digitalizimi i universitetit dhe pjesa e infrastrukturës. Gjithashtu edhe bashkëpunimi si kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar dhe krijimi i gjeneratave të reja me cilësore dhe. Ndërkaq, Ministria e Arsimit Vesna Janevska falenderoi rektorin e deritanishëm Izet Zeqiri, si dhe rektorit të ri i uroi punë edhe më të suksesshme dhe bashkëpunim të frytshëm me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Universiteti Nana Tereza është universiteti jonë më i ri dhe qeveria do ta mbështesë në vazhdimsi rritjen dhe zhvillimin e tij. Në 5 vitet e ardhshme me 34 milion euro do t'i mbështesim nevojat infrastrukturore të këtij universiteti, me çka do të krijojmë kushte për punë më të mirë edhe për profesorët edhe për studentët. E gjithë kjo për të formuar kuadro të rinj të cilët do ta ndërtojnë në vazhdimsi vendin tonë. Ndërkaq, për përkushtimin e tij në shenjë falenderimi, rektori i deritanishëm Izet Zeqiri u nderua me një dhuratë për të përkujtuar punën e palodhshme në universitet. Dhe po ashtu edhe rektori i këtij mandati Bekim Fetaj u mirëprit me një dhuratë për angazhimin e tij në detyrë.